Përshëndetje miq të Sportcastit dhe mirë se vini në emisionin ton të radhës. Do të kem sot të ftuar kryetarin e Federatës së Basketbollit të Kosovës, me të cilin do të diskutojmë rreth zhvillimeve të fundit në basketbollin kosovar, qoftë në nivel të kombëtarës, qoftë në nivel të klubeve, por edhe temat e tjera që lidhen me këtë sport, si edhe pjesëmarrjen në garat europiane që pritet të ketë ky sektor i sportit. Kryetar, shumë faleminderit që gjete kohë në Sportcast. Kënaqësi gjithmonë, Alvar. Zakonisht këtë emision e kemi nisur kështu për të biseduar pak më lirshëm, ndoshta për të prek tema edhe më pak më që nuk preken ndoshta shpesh, por megjithatë do ta nisim me dy tema që janë më serioze duke në basketbollin kosovar, sidomos që fundit pa ndje klubin e basketbollit Drita nga Gjilani që lëshoi një njoftim kryetar që nuk është licencuar për Super League, përkundërse e ka arritur me rezultat sportiv. Ishte një lajm i keq edhe vetë kur realizova. Çfarë realisht ndodhi? Çfarë janë arsyet? Lajmi është jashtëzakonisht i keq dhe është shumë dekurajues për Dritën edhe për qytetin e Gjilanit, kësha me thonë. Fakti që kanë mrinë në teren edhe me rezultate sportive me e kalu atë pengesë aq të madhe që quhet Liga e parë për të hyrë në Super League, po mandej nuk mrinë me u licencu për shkak të mungesës palestrës në realitet. Domethënë është diçka që e kemi pasur rrezik edhe në momentin kur është fitu e drejta në teren për me hyrë në Super League, po për të cilën na kemi dashur me evitu, domethënë me ngulm edhe Federata e Basketbollit të Kosovës dhe KB Drita, jemi mundu që me te kalu këtë situatë në një farë forme duke kërku palestër për KB Dritën, ku do në atë rajon në realitet. Realiteti është që palestër për me i zhvillu garat e Super Ligës në Kosovë i kemi 8-9 krejt. Edhe palestra në Gjilan është në renovim. Në një takim që e kemi pas bashkarisht edhe me autoritetet komunale atje, dhe më thonë na është dhënë një farë forme premtime që do të kryhet, palestra mund të kryhet në janar. Edhe ajo që kemi bërë në ndërkohë bashkë me KB Dritën, është që kemi kërku palestër tjetër, se me thonë zavendësuese deri në atë moment, në mënyrë që mos me acënu aty në të drejtën se ne kam fitu në parket, mos me acënu për vitin tjetër, sepse ke parasysh, domethënë edhe për me mrinë në Super League është goxha një farë investimi, një farë sforcimin që ne ka bërë KB Drita, kështu që duhet me vlerësu këtë punë që ne ka bërë. Por për fat keq, domethënë kemi këshyrë edhe palestrat në Greme, Ferizajt, edhe Ferizaj, edhe në Kashanik, edhe në Kamenic, edhe domethënë disa prej tyre i kemi vlerësu, por për fat keq asnjëna prej tyre s'ka mujt me i plotësu kushtet e Dritës ashtu që duhet për më përfaqësu denjësisht si ekip pretendent për me qenë garuesi i mirë në Super Ligën e Kosovës. Prandaj me keqardhje dje kom pranu këtë lajm, domethënë prej kryesisë të KB Dritës që nga thonë që për fat keq ne nuk po muj me bën njësirë. Tash çka mbetet më tej, do thotë ne duhet me pasë si me plotësu këtë vend. Kemi procedura tona në bazë të akteve tona. Po më intereson a dihet kryetar, a ka një fajtor, po themi pse po e pson Drita këto? A keni biseduar me kryetarin e Gjilanit, më tregoi para pak që jeni takuar edhe me të? S'pati asnjë alternativë, çfarë thanë te komuna? Çka me kujt më lën gishtin për fajin në momentin kur palestra është në renovim. Domethënë edhe kryetari i Gjilanit është duke bërë maksimumin për me përgatitur impjantin për gjitha sportet. Domethënë autoritetet komunale janë duke punu me ritëm të përshpejtuar për me mujt me i kry krejt këto punë. Do të di që nuk është i veç në palestrën e sportit të punu atje, është të punu edhe në impjante sportive tjera, si në stadion e ku e diun çka. Kështu që do të thotë puna është duke u kry. Fatkeqësisht për Dritën nuk është kryer në kohë për shtatorë, s'mund të kryhet në kohë për shtatorë për të qenë e gatshme për gara. Tash Drita e ka kry pjesën e vet punës. Komuna ashtu e kry pjesën e vet punës. Federata e ka kry pjesën e vet punës me idenë që të kohën kemi luftu për me inkuadru Dritën edhe për me akomodu kërkesat që ati kanë pas, përkundër faktit që disa prej tyre ndoshta nuk janë në nivel me atë standardin për këtë Superligës që ne jemi mësuar me patje tërkon. Për shembull, kemi thonë ne jemi në gjendje me heq dorë prej ku e diun vendosjes 4 kamerave ose 6 kamerave në secilin lojë të Superligës ose vendosjes LED-it ose diçka ngjashme, vetëm me akomodu kërkesat, me kriju lehtësira Dritës për të qenë pjesë për këta 3-4 muaj, përderisa do duhej që sipas autoriteteve komunale atje me u kry këto punime, me mri deri në janar, me shty deri në janar për me mundsu këtë Dritës, por domethënë thjesht ka qenë e pamundur. Nuk mundet një klub i cili e ka bazën në Gjilan me mendu që ka me ushtru që do të jetë në Ferizaj ose me ushtru që do të jetë në Kashanik. Kjo është jo serioze, do të thotë nëse kërkohet prej një ekipi profesionist me ndërmarrë një veprim të tillë. Në anën tjetër, edhe me kalimin e kohës, sa më shumë që është humb kohë, ne kemi pas në mendjen tonë një farë
këtë 15 korrikut apo mesin e korrikut e kemi pasur një farafatin deri në të cilin duhet me u deklaru, sepse për aq sa të shko mas në fondi lojtarëve, ma nuk është i njëjtë për cilëve të mundesh me angazhu për Superligë. Edhe lojtarët vendor janë të pak, do thotë këta që janë, këta veç shumica ndërmuese e tyre veç janë nën thojza të rahatum, do të thonë nëpër ekipe ka nënshkruar që në fund të majit e në fillim qershorit disa orë tyre. Kështu që tash është vështirësu puna për dritën për të qenë konkurruese. Po edhe në aspektin e mbajtjes lojtarëve më problem kur Dhe sjelljes pare mbajtjes lojtarëve, se i ke marrë një fond lojtarëve, ke thonë, "Okej, hajde po luajmë këta lojtarë derisa të hyjmë në Superligë, as ne i shtojmë edhe 3-4 edhe vazhdojmë tutje." Po tash edhe ata lojtarë të cilëve ju ke premtuar që kemi luajtur në Superligë, tash po luajnë ligën e parë, nuk është lehtë me i majt në klubin tonë. Për më tepër që përderisa të themi perspektiva e përfundimit të punimeve në palestër të mos jetë shumë reale, edhe për dritën si klub duhet vërtet me mendu fuqishëm se çfarë investime duhet me bëu në klub. Nëse palestra do të jetë e gatshme as për vitin tjetër, duhet me mendu, do thotë me i racionalizu shpenzimet dhe mu mobilizu për ndonjë vit tjetër. Tash e keqe prapë po tham Albert është kjo. Domethënë e ke fitu të drejtën në terren me aq shumë mund, se konkurrenca nuk ka qenë e lehtë edhe në ligën e parë, po ja që nuk po mrin mi plotsu kushtet infrastrukturore. Kështu bukfalisht në kat është. Është gjuna, është vërtet gjuna për ta, por në anën tjetër nuk është një fajt të cilin më mja lon ose më mja drejtu kishtin dikujt. Është thjesht rrethanat kanë qenë të tilla që drita s'ka qenë e gatshme për të marrë pjesë në Superligë për këtë vit. Çfarë ndodh tash me Superligën, me që drita nuk do të jetë aty si shkon. Do të zëvendësohet, do të kemi një klub 3, si do të ketë ndonjë garë. Si shkon kjo procedurë? Ne jemi të në bazë të akteve tona, do të ne spari këtë ofertë, duhemi me hap për të gjithë. Kjo le të jetë e qartë. I bën për të gjithë nga liga e parë që janë. Për të gjithë nga liga e parë, cilët ata të kanë fituar drejtën në ligën e parë. Në anën tjetër, për vllaznimin ne kemi një borxh të veçantë për shkak të asaj turbullire që ndodhi vitin e kaluar, edhe mbrëm në bordin tonë do të jemi marrë vesh që me e hap këtë mundësi. Natyrisht ne duhet ta hapim për të gjithë. Përfundimisht, po duhemi me pas se cili do të jetë ai klubi i cili mund ta zavendësoj. Wild card do të hapet me patjetër, domethënë kjo është vendim që nuk mund t'i ikim kësaj. Duhet të aplikojnë të gjithë, ne do t'i kemi parasysh gjitha. Kjo wild card ai bën për aplikim të gjithë. Për aplikim do të thotë të gjithë ata të cilët e kanë fituar të drejtën e garimit vitin e kaluar për me garuar në ligën e parë, ose të cilët e kanë humbur të drejtën e garimit Superligë e janë në ligën e parë vitin tjetër, që i bie vllazërimi dhe të gjitha ekipet e ligës parë, edhe kampioni i ligës 2 kanë këtë drejtë. Megjithatë, do të kushtet e licencimit për të qenë pjesë e Superligës nuk janë të lehta, kështu që ne duhet me mendu se cilat janë këto klube të cilat do të aplikojnë, pastaj në bazë kushteve i jepni drejtën ai që i ka me të plotësuar, me afër plotësimit. Natyrisht, domethënë. Që në këtë rast mund bie vllazënimi për shkak të palesës mbas edhe. Mund të jetë vllazënimi, por mund të jetë edhe secili prej ekipeve të ligës parë, përfshin në kampionin atje që është Proton Cable Prizreni vitit kaluar, apo dhe ekipe tjera që kanë marrë pjesë në ligën e parë. Të gjitha ato të cilat kanë kushte dhe mujnë me plotësu kushtet për të qenë pjesë konkurruese dhe garuese e Superligës Kosovës do ta kenë këtë drejtë natyrisht në kundërvlerë për një pagesë kotizime të cilën duhet me ja pagu federatës në gjitha klubet e Superligës. Kjo procedurë, ky vendim do të bëhen shpejti? Duhet merret me patjetër para datës 14 gusht ky vendim, kështu që gjithçka është tash e përshpejtuar mas këtij lajmi të djeshëm, domethënë ne kemi kohë deri me datën 28 të hanën hapet thira për wildcard. Deri me datën 28 do të thotë një javë kanë për me u deklaruar të gjitha ekipet për të marrën vijuesve që në realitet i bën që ne duhet ta marrim vendimin për inkuadrimin e ekipës së tretë apo jo, se do të thotë nuk mund paraqyjojmë në këtë drejtim. Albert, nuk do të ketë ekipet që janë të interesuara se po them prapë do të thotë jemi në një fazë të shtyrë veç të përgatitjeve për vitin e ardhshëm. Kjo gjë nuk ka ndodhur në kalumen do të thotë deri në fund, deri në mes të gushtit nuk janë miratuar propozicionet e garave. Po ne që 3-4 vjet të fundit do të thotë ne jemi shumë më herët, jemi duke i kryer këto përgatitje dhe klubet po na ndjekën në këtë drejtim e pi bëjmë përgatitjet më herët. Tash janë dy probleme. E para është cili mund siguroj financat e duhura për të çu stinorin në fund. Edhe e dyta është cili mund siguroj fond lojtarëve të duhur për të qenë konkurruese. Askush nuk do të kyçet në Superligë të bëjë shpenzime të theksuara edhe në fund ose të tërhiqet ose të bjerë ose të mos jetë konkurrues, kështu që ne këto dy parametra do të tash i vlerësojmë. Një, a ke fondet mjaftueshme
për me qenë konkurrues për Superligën, edhe 2 që është fondi lojtarëve ose plani ose projekti me të cilin je duke konkurruar. Shpresoj të është zgjidhjen më të mirë kryetar, megjithëse keq për dritën kë e lajm për. Keq edhe për basketbollin edhe për këtë basketbollin, po. Nëse flasim edhe më tutje për ligat, po themi të basketbollit këtë kuptim. Një javë të fundit spati lajme të mira edhe nga kombëtarja kryetar sërish një humbje nga Shqipëria, të paktën nga liga unike që na ka treguar gjithmonë jemi treguar superior në nivel klubesh është fjala ndaj basketbollit në Shqipëri. Mposhtja tash për kualifikimet e Eurobasketit që shëmbora, a nuk e prit, a ishte e paprishme edhe për ty, apo edhe siç ndodh edhe për të gjithë tifozët e basketbollit? Ishte natyrisht është e papritur për mua sepse nuk vazhdoj ta vlerësoj do të thotë që kemi pas të bëjmë me një performancë e cila është benchëm në nivelin e asaj që do duhet që të paraqitej prej ekipit tonë. Është befasuese për faktin që kemi të bëjmë me një grup në një rëndan i cili është shumë më i trajtuar dhe shumë më mirë i paguar se sa një grup në anën tjetër. Natyrisht për aq sa dhem secila humbje dhem. Edhe ti tha që kemi pas një lajm të keq dhe një lajm tjetër të keq. Kemi pas shumë lajme të këqija kohëve të fundit. Do të aq këqija, po kjo besoj që ka qenë një prej matrondave personalisht për mua. Për aq sa dhem humbja, natyrisht do të thotë që kur e humb prej Shqipërisë, paksa dhe letohet kjo punë. Po në anën tjetër, po letohet në kuptimin që megjithatë kemi vëllezër që në anën tjetër të kufirit, edhe është diçka e mirë për basketbollin shqiptar, por shpresojmë që do të shërbejë basketbolli shqiptar për zhvillim në të ardhmen. Ne kemi edhe ligën e përbashkët dhe kemi marrëdhënie vllazërore mes veti e tjera, do të thotë ne për fat keq do të thotë nuk mund të thuhet kurrë që e mësu me humbjen, se me humbje nuk po mësesh Albert, do të thotë për këto 8 vjet që jam kryetar, edhe para kësaj edhe një 2 vjet tjera që kam qenë pranë përfaqësuesës tonë, domethënë prej ditës parë deri sot kemi aq shumë humbje, saqë dikush kish menuar që mundesh me u bë imun prej humbjeve në fund. Po në realitet imun prej humbjeve nuk po bëhesh kurrë. Spaku unë jo, domethënë. Unë këto të fundit, do të thotë të parafundit në realitet kundër Shqipërisë e kam përjetuar jashtëzakonisht keq personalisht, për shkak të gjithë atij mundit, gjithë asaj pune që ne kemi bërë për vite për me mri në një pozitë për me qenë konkurrues. E kam thonë se s'ka bëj edhe një intervistë me ty para një viti ashtu diçka që fati i mirë dhe fati i keq ka qenë me këtë cikël parakualifikues ka qenë fakti që kemi pas grupin nëntvojza të lehtë. Edhe kemi menduar që do të kemi mundësi që të kalojmë tutje përmes këtij grupi, përmes asaj që kemi pritur që do të ishin 2 fitore ndaj Shqipërisë dhe një paraqitje të mirë ndaj Slovakisë me shpresë njënën prej 2 ndeshja me fitu. Fati i keq ka qenë që kjo neve na ka shtyr atë proces të cilin na duhet me hy tash më një herë. E humbja, do të thotë këto humbje, 2 humbje të fundit në realitet na kanë qel derë dhe na kanë shërbyer si pikë këndelljes për të treguar që nuk mund të vazhdojmë tutje me lojtarë të cilët vërtet janë të tabluar, janë cilësor, po të cilët nuk mund të llogarisim edhe për një kohë të gjatë. Kështu që ajo që na pret më një herë, e kjo ka qenë një prej vendimeve të djeshme, edhe diskutimet që i kam pas edhe me selektorin, edhe me drejtorin e përfaqësuesve, edhe me kapitenin, me tonë ditëve të fundit, do të kemi folur, kemi për ato që në vërtet duhet kemi përtrirë. Jemi por aq sa po them ka qenë e dhëmshme kjo, se ka qenë vërtet e dhëmshme, jemi me fat që s'kemi aktivitet edhe një vit me përfaqësuesin tash, deri në korrikun e vitit 2027, kështu që kemi kohë të mjaftueshme për mi përcjell këta djema dhe vajza që i kemi ka 16, 17, 18 vjet edhe për ta bërë përtrirjen me urgjencën më të madhe. A ka probleme të brendshme kryetar? Parasia me Slovakinë ishte shumë më mirë se me Shqipërinë. Pak ditë para ndeshjes me Shqipërinë ishim ne si Kosova Press për ta bërë historie në prezant. Aty kishte mungesa të figura pothuajse kryesore që do të lunin edhe trajneri Boja Loci do të pranuar, nuk ishte i kënaqur me mungesat e tyre, tha që kanë mundur të jenë, duhet krijohet një rregull që për kombëtarën të jesh i detyruar të vish. U shpërfaq disa pagnatësi për zgjedhësi Loci. A kishte ndoshta një neglizhencë për të luajtur në atë ndeshje, kishte mungesat që kanë mundur të mos jenë mungesa atë? Po të klasat e kanë këtë mirë se mund të flasim gjëre gjatë, Albert. E para, është gabim edhe me thonë dështim mënyra që kemi mri deri të zhvillimi i ndeshjes për federatën. Me Shqipërinë. Me Shqipërinë, po. Për shkak se mas pari, do me thonë, e kemi pas një atmosferë jo të mirë në palestër. E kemi pas atmosferën jo të mirë në palestër, në atë palestër në Prizren e kemi pas edhe 4 muaj më herët. Vendimi për me lujt në atë palestër
tash vihet në dyshim. Natyrisht do thotë qysh është ajo thonja kur thehet kerri rruga dalin balla, po, domethënë kështu që tash në retrospektiv apo mrimi bëu këtë analizë. Unë s'po du me hinë në një farë analizë të thellë se vërtet është shumë rishta se ende nuk i kemi marrë këtë raportet. Por megjithatë nuk po du me e lënë emisionin pa i dhënë përgjigje disa prej aty në konkluzave bazike të cilat nuk kërkojnë analizë thellë për me mritë deri këto. Tjetra, kapitenin e kemi pas në trajnim për zhvillim profesional të tij në një program të FIBA-s, i cili është shumë e renome dhe kemi shijë shumë e fat, është i marruar për lojtarë të cilët janë në fund karrierës. Edhe Dardan Berisha, do thotë kemi vlerësuar që është një prej lojtarëve i cili meriton me qenë pjesë e këtij programi, edhe ai s'ka qenë, domethënë javën e parë nuk ka qenë te trajneri Loci. Kemi pas probleme deri në momentin e fundit me sjelljen e lojtarit Miles. Divine Miles ka qenë përzgjedhja e trajnerit për këtë cikël, edhe do thotë ai e ka pas një lëndim të psuar në Amerikë në një aksident jashtë terrenit, edhe ka pas në realitet ka lujt me një mini frakturë të dorës. Kështu që nuk e kemi ditë deri 2-3 ditë më herët atë mund të vijë, sot mund të vijë. Megjithatë ka qenë edhe përzgjedhësi, edhe drejtori ata që kanë vendosur le të vijë ashtu si vjen, por le të vjen se mund të na ndihmoj për shkak se në anën tjetër 5 ditë më herët Valon Bunjaku që ka qenë play field, do thotë i pasës parë të reprezentacionit e theu dorën në gjatë ndeshjes miqësore kundër Arabisë Saudite. Kështu që është tonë le të vijë me do e mos. Jon Ismaili ka qenë i lëndum, ku e diun, Tom Pulloshka ka qenë i lëndum, domethënë nuk janë në gjendje se kemi pas play, dhe është tonë le të vijë si play. Tash unë i kam pa dhe kritikat që disa prej portaleve i kanë ndonë në për portalet e veta. A është dashur me u sjell fare? Nuk është vendimi jam. Është vendimi i përzgjedhësit bashkë me drejtorin e reprezentacionit. Ata e kanë vlerësuar që duhet me ardh, sepse mund ndihmoj, por as sa ka ndihmuar. Nuk është që ka luajtur shumë gjatë Milesi. Atë ditë për shkak se s'ka mujtë me luajtë se ka ardh më pak se 24 orë para asaj ndeshje. Tash lidhi lëndimet edhe mungesat. Në anën tjetër Erion Kastrati nuk ka ardhur për shkak të arsyeve objektive, ka dashur me qenë me qëndru afër familjes. Domethënë, ne kemi mungesa për arsye objektive, lëndime, mungesa për arsye subjektive, që është dëshira për të qenë pranë familjes, edhe mungesa për arsye se jemi duke investuar në një individ i cili ka dhënë aq shumë për basketbollin e Kosovës, sa që meriton me pas tranzicionin më të lehtë kur do të vendos për pensionimin e tij. A janë këto justifikime? Unë mendoj se janë. Sepse në realitet, ajo që ka ditën e ndeshjes kundër Shqipërisë nuk kemi tregu, është angazhim. Angazhimi ka mungu. Hiç 2-3 lojtarë, për cilët nuk mund t'i japim tash asnjë vërejtje. Të tjerët nuk e ke pa as zjarrin në sy, s'u di çu më thon. Do të thonë nuk e ke pa motivimin, ambicien e duhur për ta kryer këtë lojë. Si duhet për të fituar ndeshjen. Në realitet do të e kishe bindjen gjatë 2 çerrekëve të parë që po presim edhe pak edhe na mas ne him seri edhe kryet kjo lojë. Na edhe mretëm me kohën 5 përpara, ose 4 përpara, 3-4 minuta para fundit, po ashtu loja nuk fitohet. Shqipëria ka dashur shumë fitoren atë ditë dhe ka fituar me shumë merit. E ne duhet vërtet me një farë analizë të thellë për ta pa se si lojtarët shqiptar këndej kufirit, të cilët e kanë një trajtim të jashtëzakonshëm mbi klubeve edhe prej federatës, nuk e kanë dëshirën me fitu një ndeshje për vendin e vet. E kjo analizë, masi që të bëjmë, të nxjerrim gjithë parametrat, të nxjerrim edhe të mirat edhe të këqija, se na raportet fillestare i kemi, do të thotë edhe prej përfaqësuesit edhe prej drejtorit. Po unë kam kërku, edhe dje në bord kemi thonë që ne duhet me pas raporte shumë të thella, individuale për secilin prej tyre. Të shohim secili prej tyre sa e ka dashur dresin e Kosovës dhe sa ka dashur me luftu atë. Sepse vetëm 3 ditë më vonë e patëm një paraqitje të pëlqyeshme në Slovaki. E patëm edhe atje mundësinë me fitu dhe do të i patëm 4 gjujtje në 50 sekondat e fundit, një në tyre të kishim dhënë, ne kishim fituar ndeshje. Fati kanë anën slovakëve fitu ndeshjen, edhe pse kemi qenë në një moment minus 16 ose minus 17. Do të thonë, kjo është lufta të cilën duhet me e kërku në secilën ndeshje, edhe ata të cilët nuk janë të gatshëm me e dhon kontributin e tillë edhe përpjekjen e tillë edhe ndjersën e fundit me lënë terren, duhet me lënë anash. Fatmirësisht, do të thonë, është duke u rrit një plejadë e re, kemi një U18 shumë të mirë, të shohim çfarë do të bëjnë javën tjetër, do të thonë në garimin në Shkodër, e kemi një U20 që është në mungesë rezultateve si vjet
po është mungesë rezultate për shkak se vërtet nuk ka lojtar të pozitës playmakerit për me udhëheq lojën, po për disa prej pozitave tjera kemi kapacitet A një bindur për këto kryetar, se po vazhdon kjo kritika që s'po mujmë i zëvendësu seniorët që i kemi tash. A një bindur që ata janë nivel, kapacitet për ta përfaqësu Kosovën? Nivel për me hub ndeshje, çush i kemi hub me këta lojtar ton kulminant janë të gjithë. Albert. Ne kemi lojtar kulminant, njerëz që paguhen më shumë të Kosovë për sportistave tonë. E çfarë paralemoni me këto kryetar? Këtë mbledhjen e bordit që e paske edhe po prit një raport të detajuar me tutje. Çka do të jetë si vendim? Çfarë mendoni nëse bindeni që s'është dhënë maksimumi për shkak negligjencës ose ku ta di, ose jo dëshirës mollë ndaj fanellës, çfarë mund të kemi si rezultat nga ana e federatës po flas? Në ne falënderimin e përjetshëm për ata që kanë ndonë këto 10 vjet e fundit. Edhe ripërtrirjen. Nuk ka rrugë tjetër këto. Nëse ne duhem me vazhdu me humb, Albert, është më mirë me humb me djemë dhe me vajza të reja. Po vërtet. Do me thonë, me ata të cilë duhem me i rrye dhe me përgatit për 3 vjet, 5 vjet, 7 vjet të ardhshme. Nuk është që jemi të mërina rezultate, pëse jemi të shfrytzu lojtarët më të mirë të cilët i kemi në dispozicion sot, e disa prej të cilëve, ose të themi një numër i konsiderueshëm të cilëve i ka 35 të nalt, edhe shumica e kanë 30 të nalt. Nëse kemi me vazhdu me u përball me mungesë të rezultateve, është nonsens mos me e kriju, mos me e bua për trirjen. Është nonsens për shkak se vërtet nuk bëhet lojtari në stërvitje. Ne edhe me vendimin e fundit që kena marrë për zvogëlimin e numrit lojtarëve të huaj, që kjo ka qenë ideja përfundimtare. Ne duhet me dhënë më shumë hapësirë lojtarëve tonë. Ne kemi garantu profesionalizmin e lojtarëve tonë, me mbrojtje administrative që ato kemi dhënë. Por çush na ka kthy kjo mrapa neve si rezultat, nuk jemi të kënaqur, ne s'mund të jemi të kënaqur me këtë. Kështu që vendimi i bordit ka qenë udhëzohet administrata për me e përtri përfaqësuesen. Përderisa të bëjmë edhe një kthim ra. Tek femrat kemi pas gjithashtu një humbje të dhëmshme, prap për Shqipërisë. Pa të cilën besoj që kishim mujt me mrit, në fakt kishim rritur në finale, por ka pas gjasa edhe me fituar kampionatin për shtetet vogla, për shtetet në zhvillim. Tash aty e kemi pa një mobilizim të jashtëzakonshëm. Atmosfera ka qenë jashtëzakonshme, ka qenë një ditë e keqe, në të cilën ditë mundesh me hub pa problem në secilin sport. Ka qenë një ditë, edhe aty e kemi pas lojën dorë, po e kemi humb. E humb aty lojë kur gjë kërkuit. Por aty nuk mund të kemi vretje. Por tek meshkujt, vretjet janë shumë më të forta. Domethënë vërtet, sepse aty kemi përtrirje. Aty barën kryesore të lojës sot, mujnë me bardh vajzat që kanë 16, 17, 18, 20 vjet. Kjo është ajo që na po kërkojmë. Nëse jemi duke luftu për rezultat në nivel të tillë, atëherë rezultatin duhemi me luftu për ta me këta djemë të cilët i kanë 19, 20, 21 vjet. Kur është e keq që prapa s'kenë një pyetje për këtë temë kryetar, unë e kuptoj këtë besimin që ose mirë besimin që ekipit ndoshta për t'ju dhënë lojtarëve më senior, më për ta dhënë maksimumin për kërkuar nga ata, për të prit paktën rezultate nga ata, por janë 8 vjet e përmendë edhe vetë në krye të federatës. Personalisht ndjeni përgjegjësi që diku ke dështuar për ta bërë këtë ndryshim, për të kërkuar rezultate më shumë, ndjesh përgjegjës për këtë dështim? Unë ndihna përgjegjës për secilin dështim të basketbollit të Kosovës. Me ta thonë të drejtën, përkundër faktit që në realitet, domethënë objektivisht, nuk jam përgjegjës për vendimin e dritës së ndjeshme, në subjektivisht edhe moralisht ndjej përgjegjësi edhe për këtë fakt. Kur kemi të bëjmë me ato organizma të basketbollit, të cilët janë drejt për drejtë në menaxhim të Federatës Basketbollit të Kosovës, organizatat që në udhëheqi, përgjegjësia të cilën e ndjej është e shumëfishtë. Nuk kemi të bëjmë këto veç me fajin e atyre të cilat na mendojmë që nuk po punojnë. S'është vlerësim i gjithëmbashëm që nuk po punohet mjaftueshëm te klubet tona, te shkollat, te akademitë ku diën çka. Por përgjegjësinë përfundimtare për secilin dështim unë ndjej në supet e mia. Edhe mendoj, edhe natyrisht se kam reflektuar gjërë gjatë, edhe mas tyre rezultateve të fundit, që nuk është edhe hera e parë, për ato se cila do duhej që kishte qenë rruga të cilën e kisha ndjekur, bashkë me Federatën e Basketbollit të Kosovës për me mri deri te një rezultat tjetër. Për fat keq, rezultatin tjetër nështë edhe se kishim pas, sepse
Rumania e mujti Greqinë. Po ndodh. Nuk është që s'do me thonë që kishim rritit e rezultati dur, por bile s'paku rruga të cilin e kishim ndjek, për zhvillim edhe për konsolidim edhe për përtrirje, kishim ajo e duhura. Tash kështu, thash prap, fatin e kemi pas me shortin në thojz atlet, i cili u dëshmu që s'ka qenë i let fare. Për neve, se s'mojtë me kalu për i kësaj. E fatin e keq që kena pas në thojza shortin e let, se na këtë përtrirje u dash me fillu vitin e kalu. Në realitet, në retrospektiv, u dash me fillu para një 3-4 vjetëve. Për trirën e ngatashme. Për fat keq, me të gjitha ndryshimet që ati këna bo edhe në reprezentacion, dhe thot ndryshimin në kuadrin udhëheqës, nuk kemi mri deri tek ajo formula e dur për këta. Arsyeja pse tash i kemi të dy përzgjedhësat ton, kosovar, edhe arsyeja pse të dyt i kemi marrë në punë në federat, është pikërisht kjo, sepse përtrirja duhet me ndodh. Kjo është ai vlerësim që ne kena bo para fillimit. Takimet direkte për juve si kryetar me seniorët e përfaqësuesit për momentin, a janë të nevojshme, a ka ndodhur pas këtyre 2 ndeshjeve kryetar me me Berishën, me Drilonin? Me Berishën jam taku dje, me Drilonin nuk jam taku në realitet kam kërku prej drejtorit përfaqësuesve. Çfarë është takimi? A shihet që është zhgënjim për të gjithë? Që mund ta pranohet ekstrazi që thonë. Po, zhgënjimi është evident prej fytyrave të tyre, do të thotë kur të sheh se çka, do të thotë çish kemi mritë te ky rezultat. Se tash më tendojmë spaku, do të thotë edhe për mua zhgënjyesi është humbja që ne kemi pasur për shkak të mungesës për shkak të mungesave organizative dhe të ambicës dhe të motivit më rreth ndeshjes me Shqipërinë, kjo është zhgënjimi jam. Për Slovakun s'kam asnjë vrejtje, do të thotë për angazhimin që ne pas. Kemi qenë pa fat e humb ndeshjen, shkon te shtëpia, s'ka problem. Për këtë tjetër do të thotë zhgënjimi me të gjithë. Në prej kryetarit e deri besoj deri te kujta, deri te ekonomi i reprezentacionit, sepse nuk mund të mos jesh i zhgënjur për këtë. Ka shkumenia për ndonjë reflektim pak më të madh pas këtij zhgënjimi se po e pranoj, Simon, po e shohim se deto kryetar që je zhgënjur tamam. Ka shkumenia për ndonjë reflektim ku ta din aspektin më maksimal edhe tek ofrimi ndonjë tërheqje. Instinkti jam i parë, edhe ajo që unë kam thonë në vetur, në kthem pi Prizrenit, më thonë duam me mënu fuqishëm, thonë na jam kryetari i federatës ajo. Apo? Natyrisht. Dhe kjo është instinkti i parë, se unë s'moj mos me marrë përgjegjësi për ndeshjen ndaj Shqipërisë, unë kam edhe përgjegjësi objektive. Do thotë jo pse unë jam marrë me organizimin, jo pse unë jam marrë me motivimin e lojtarëve, po për shkak se atë përgjegjësi e ndjej. E ndjej në supet e mia. Domethënë nëse unë nuk e marr drejt për drejtë me një pikë këtyre parametrave, atëherë ndoshta dështimesh për faktin se marrë domethënë. Po sidoqoftë e ndjen përgjegjësinë për to. Dhe kam thonë që po të ishte federata në një gjendje më të mirë financiare sot, gjasat që s'isha qenë sot kryetari i federatës kanë qenë 50-50. Por marr parasysh problemet me të cilat përballet financiare federata sot, dhe problemet të lashta të cilat i kemi, e kam ndjekur që nuk është e ndershme me u tërheq. Duhet me i qit sendet në Terezi, e nëse ke dështim asnej, ose s'ke dështim fare, po mendon që i ke bu maksimumin edhe duhet me hap rrugë për dikën tjetër me bo, atëherë më tërheq. Po s'mundesh më tërheq kur i ki punë, ndoshta mas keqin këto 8 vjet që unë jam kryetar. Kryetar, po vlerësoj shumë mënyrën e përgjigjeve edhe hapjen tonë për diskutuar temat. Tona financiare, ç'a ndodh? A ka zgjidhje? Nuk është që s'po diskutohet shpesh edhe për të lashë që i ka federata e basketbollit në aspektin financiar. Mas pari premier diskutohet. Unë i pari më hap. A është federata shumë thellë e zhytun? A ka zgjidhje? A do të ketë një rrugë dalje së shpejti? Ku janë problemet? Mendoj që në vitin 2028 ne mund dalim mbi këtë problem, në bazë të atij projekti, planit që ne kemi po. Problemet janë qëndrojnë në faktin që Federata e Basketbollit të Kosovës ka fliju veten për ta ngritë komunitetin. Okej? Domethënë jemi vetëm federat në rajon sigurt në shtëpinë në Evropë që ja mundson klubeve të veta garimin pas një shpenzim. Kjo është njëra ndër arsyet. Natyrisht. Nëse ne i paguajmë në baza vjetore gjysmën e buxhetit tonë, më shumë se gjysmën e buxhetit tonë i paguajmë për persona zyrtar të cilët merren me organizim të garave edhe për shërbimet të cilat na ofrojmë klubeve dhe për këto gara, ç'ka është problemi? A kemi bërë këto me vetdije deri diku po. Okej? Sepse kemi ditë që ne duhet me u fliju pak, me u përballë me probleme për ta ngritë basketbollin. Niveli i basketbollit në Kosovë është përtej secilit sport tjetër në Kosovë. Okej?
domethënë niveli organizativ, integriteti, shikueshmëria, dashuria për sportin, transmetime televizive dhe gjithçka tjetër është numër 1. Organizimi është poshtë. Gjithçka është numër 1. A dim pse është numër 1? Se federata ka garantuar këtë punë. Jo pse klubet s'kan dashur, po pse klubet pa federatë nuk ishin mujt me pas një vizion të tillë për ku duhet me mri. Tash, çka kemi bërë si vjet, është që i kemi taku klubet dhe kemi thonë, e dini çka? Keni kemi vjel të gjithë prej këtij suksesi që kemi arrit. Po tash duhet me nis me pagu të gjithë, sepse federata nuk mundet me e përballu këtë kosto. Ne kemi si federat, jemi e dyta për sa i përket nivelit sponsorizimit. Jemi hiç futbollin jemi larg numër 1, domethënë sa i përket hyrave që i marrim edhe prej faktor, edhe për organizimit ton, edhe prej organizatave ndërkombëtare. Kështu që ajo çka neve na ka dëmtu të këto vjet, është fakti që ne kemi dhënë shumë më shumë se sa që kemi mri me marr. Që është normale, kjo është si arrihet deficiti do të ekonomik në fund. Po tash ka ardhur koha për me ndal pak këtë punë dhe për me nis me i vjel disa mrapa. Nuk mundet ne kemi të thotë 3 klube që i marrin mini milion euro në vit. E kanë buxhetin mini milion euro në vit. 1.2 milion euro për sponsorizim. Lej anash edhe tyrat e vetanakit që i kanë. Nëse jemi të fol për një klub i përmasave të tilla, atëherë nuk i kushton kur gjë me i dhon për fillim 20, 30, 40 apo 50.000 euro për një ose dy komponente që mund të ndalet ta zona klubeve mbështetja deri tani, çka mund të ndalet, çka nuk do t'i ofroni klubeve për të arritur këtë. Do të vazhdojmë ja ofru të gjitha klubeve. Por klubet do të paguajnë kotizimin për këtë. Do të paguajnë. Natyrisht. Që kjo është vendimi për cilin e marr vesh një ditë ose 2 pas përfundimit të kampionatit, atë cilin e kemi konfirmuar edhe dje në bardh. Të gjitha klubet e basketbollit do të paguajnë. Në parim, vetmi klub i vetmja instancë që ka pagu deri tash në realitet për referent, ka qenë liga e parë dhe liga e dytë e meshkujve. Të tjerat, edhe ligat e kategorive të reja të cilat nuk kanë qenë në nivel Superligës, të kategorive të reja. Të tjerat e kemi mbulu ne, po kjo është një kosto të cilën më thjesht thonë federata vetë s'po mundet me e përballu. Me gjitha këto tyra që kemi, përkundër faktit që e kemi buxhetin prapë thëmë si federat jemi e dyta mas futbollit. Kemi buxhet mjaftueshëm, kemi përkrahjet jashtëzakonshme për sponsorëve, jemi si sport i dashur, po janë disa kosto të cilat thjesht nuk po mujnë me i përballu më. Edhe në diskutimet që i kam pas, sepse natyrisht me këto kosto mas shumë të barra kam jura ekipet e Superligës, secila që kemi bëu me dije që kanë me pagu, edhe secili që kemi bëu me dije që nivelin e shërbimeve të cilat i kanë marrë deri tash kanë me pas të njëjtë. Do thotë ne, sepse ne nuk guxojmë me e cenu, me thonë, s'po ofrojmë këtë shërbim e me e cenu ramjen e progredit Superligës për shembull ose Superligës femrave. Ne duhemi me majtë të njëjtin nivel, por duhemi veç me vjel prej klubeve pak më shumë. Të shumë pak për shkurt me 2-3 tema kryetar, e para bonus për kundër këtyre problemeve, sezoni po vjen, po ofron, mendon që jemi gati për të nisur, po bën këto përgatitjet e sezonit 3, po vlas federata do të jetë gati për këto? Me këtë shokun e djeshëm me KB-Dritën, natyrisht na ka kthy një trapa mrapa. Për ndryshe me pjesën tjetër ne besoj që jemi gati. Domethënë, përgatitjet do të jenë të shkuar ashtu siç duhet, sipas planit jemi me miratimin e akteve dhe me gjithçka tjetër. Diskutimet përfundimtare jemi duke i bërë me krejt partnerët që na ndihmojnë me çuës tinorin në fund, kështu që për pjesën tjetër besoj që jemi okay. Për pjesën financiare nuk jemi as pak okay, për pjesën e mungesës një ekipi në Super League është, domethënë, një shok me të cilin tek duhet me u përball, po shpresoj fuqishëm që kemi u përball ashtu siç duhet, edhe që kemi me qenë të gatshëm për apo bëjmë kualitet, apo bëjmë që edhe përmes kualitetit të arritni shikueshmërinë, e folëm që shikueshmëria është në nivel të mirë, por apo bëjmë që të ketë. Unë besoj që do të thotë ekipet për këtë vit janë edhe më të konsoliduar se sa kanë qenë vitin e kaluar. Nëse mrim me siguru nivelin e vitit të kaluar, ne ish tash me qenë në rregull. Trajnerët që kanë ardhur, që janë angazhuar janë jashtëzakonisht mirë. Ajo që metet me u pa është natyrisht se si do të filloj stinori është shumë e rëndësishme, por ky nuk është domethënë një faktor determinues, dhe ne kemi pas gjysmë finalistin e vjetrit që ka filluar stinorin e kaluar me 0-6, kështu që e ka pas 6 humbje në 6 ndeshje, kështu që nuk do të thotë diçka, po unë kisha dashur me mendu që kanë me qenë më të gatshme klubet, në realitet do të thotë gjitha e kanë prit me shumë ëndje këtë vendimin e djeshëm që i ka përcaktuar kalendarin e garave, për shkak se dojnë me ditë kur kanë me fillu me u përgatit për secila për vete.
Si vjet i kemi edhe 2 ekipet që janë drejt për drejtë në fazën e grupeve në FIBA Europe Cup. Kemi edhe Bashkimin edhe Trepshin si kampion. E kemi edhe PEN, e cila kundër Dinamos Bukuresht do ta kërkoj vendin e vet në njërin prej grupeve. Unë kisha dashur me shpresu që edhe PEA e ka lënë këtë pengesë edhe mrin aty, do të thotë ne kemi gjatë krejt vitit, pjesës së parë të vitit, ne do të kemi Super League vetëm në fundjava, me 1 apo 2 përjashtime. Kështu që kjo besoj që i shërben mandej edhe shtimit të shikueshmërisë, sepse fundjava natyrisht do të thotë shikueshmëria është më e mirë. Si vjet po e fillojmë me një garë të cilën vitin e kaluar na u desht me heq dorë prej saj, do të thotë me Superkupën për shkak të zgjedhjeve të shumta që i kena pas të organizuara në Kosovë. Peshë s'po garantohet që s'do të ketë prapë. Atin qysh na edhe këtë diskutime kemi pas gjëre qatë në bordë, po tash nuk mujmë me bo planifikim duke thonë që mund të ketë të zgjedhje. Ajo çka kemi bërë që kemi lënë hapësirë të mjaftueshme në pranverë për të kompenzuar xhirat e mundshme të cilat na duhej me i shty në rast se kemi zgjedhje, po për ndryshe do të thotë ne kemi vazhduar, kemi bë kalendarin e garave, kemi planifikuar për të filluar me 14-15 shtator me Superkupë dhe mas për 19 të tutje me gara të rregullta. PEA lun me 23 dhe me 30 shtator këtë home and away do të thotë me Dinamo të Bukureshtit, po shpresoj që me 30 shtator do të konfirmohet që i kemi 3 ekipe në FIBA Europe Cup edhe do t'i përcjellim që të 3 deri në fund. Një angazhim tjetër që e ka federata kryetar është edhe lojrat mesdhetare në Taranto në Itali, që janë brenda 1 muaji tash të atje në short është hedhur do ta keni një kundërshtar të papritur, të Serbia. Në fakt e kemi diskutuar, ne isha trajtuar si temi isha në federat bashkë me sekretaren e diskutuam, por mbetet si çështje e hapur nëse do të mund të ndryshohet. Keni marrë ndonjë lajm të ri nga ana e komitetit ndërkombëtar, vazhdon mbetet ai short? Nuk kemi konfirmim zyrtar, do të thotë në realitet edhe kemi kërkuar përmes komitetit tonë, do të kemi thonë që a ka diçka të re sa i përket shortit. Po të ishte garë organizuar nga FIBA, Kosova me Serbinë nuk mund të luajë në asnjë nivel. Domethënë ka disa ndalesa, për shembull Ukraina me Rusinë s'mund të lujë, ose Kosova me Serbinë s'mund të lujë, për të evituar çfarë do konflikti potencial i cili mund të kaloj për masat e terrenit, por duke qenë që kjo është një organizim. Do të për 3-3. Po, duke qenë që është një organizim i Komitetit Ndërkombëtar Olimpik të Lojrave Mesdhetare, do të nuk është që kanë ndonjë ndalesë të tillë për aq sa unë e di. Ne jemi duke u përgatitur, do të thotë 3-3 ekipi jonë, do të thotë veç është caktuar, ne kemi dhënë informatat në Komitetin Olimpik. Atje shkohet natyrisht me një ekip i cili shpresojmë se do të na mund të na shërbejë edhe për garat e mesdhetare të vitit 2030 këtu, kështu që përpiqemi që të shkojmë me ekipe më të reja. Sa më përket neve, ne nuk kemi prej shtetit tonë ndonjë ndalesë për të luajtur kundër reprezentacionit të Serbisë. Nuk e di nëse kjo do të vlejë edhe për ta, por ne jemi duke u përgatitur më së miri që të mundemi për këtë shart i cili ka qenë për ne më i vështirë i mundshëm. Domethënë ne gjithë jemi duke u fokusuar veç te Serbia si kundërshtar, po edhe 2 kundërshtar tjerë i kemi të jashtëzakonshëm, kështu që e përmendim që do shërbej këto lojra për të parë ekipin në 2030 në Kosovë. Kryetari i edhe në bord Komitetit Olimpik të Kosovës, sa i përket lojrave mesdhetare, kisha presidenti Krasniqi javë më parë sa të vishti, vërtet edhe ju shpreh shqetësuar për me punët që po shkojnë, në mënyra që po përgatitemi, apo po jemi frikë që lojrat mesdhetare mund të mos shkojnë në yjen e duhur ose në pas edhe të humbim krejt. A keni një diskutim të ri me bordin, sepse presidenti tregoi që tash është edhe kryeministri i detyrë Kurti ai që u heq bordin pas ligjit për lojrat mesdhetare që ka kalu. Çfarë ka ndodhur, apo pritni një takim së shpejti? Ne po presim që të kemi takimin e parë së shpejti, do të natyrisht në bazë të ligjit i cili ka hyrë në fuqi, nëse s'ka bëjmë 12 qershor. Ka hyrë në fuqi, do të bordi duhet filloj, do të ky komision i përbashkët i qytetit Prishtinës, i ministrive të ndryshme të qeverisë edhe i Komitetit Olimpik, pjesë të cilët janë dhënë do të në bazë të emërimit të bordit ekzekutiv të Komitetit Olimpik. Presim që ta kemi takimin e parë, të shohim se si mund të vazhdojmë tutje me hapa të përshpejtuar. Natyrisht do të thotë që kjo është brengë tër komunitetit, nuk është vetëm brengë e neve që jemi brenda këtyre strukturave, i tër komuniteti është i brengosur me këto, megjithatë do të thotë po sigurohemi pak nga ideja që shtetet të tjera kanë fillu pothuajse njëjtë vonë me përgatitje dhe kanë mri me qenë të gatshëm për organizimin e këtyre lojrave. Natyrisht se organizimi i këtyre lojrave lën një trashëgimi për dekada, do të thotë në kuptim të infrastrukturës sportive dhe të avancimit dhe të stafit i cili trajnohet për të bërë organizime të tilla. Kështu që po shpresoj që do ta shohim seriozitetin e situatës dhe që gjitha entitetet do të bëhen bashkë për me shty këto punë paksa
më mënyrë të përshpejtuar për para. Sigurisht se fakti që kemi pasur ligjin për muaj të tërë në shqyrtim kushtetues nga gjykata kushtetuese dhe s'ka hyrë në fuqi me kohë, në njëri anë edhe zhvillimet politike në Kosovë me këto zgjedhje të cilat e kanë thënë ashtu se kanë ngadalësuar paksa ritmin e gjithë shkaje që ndodh në vendin tonë, do të thotë nuk i kanë shërby si duhet lojra mesatare, megjithatë unë mendoj që serioziteti i këtyre lojrave vërtetohet me faktin që kryeministri e udhëheq komitetin organizativ lokal dhe me nivelin e përfaqësimit të entiteteve tjera aty, kështu që unë po shpresoj fuqishëm që do të kemi hapat përshpejtuar javën VM për të caktuar atë roadmapin e duhur për të arritë të rezultatet e duhura në kuptim organizativ. Ka aq shumë punë nëse dikush i merr dhe i lexon kontratën e shtetit e qytetit Nikoqer apo detyrimet që ati ka, zotimet e cilat i kemi bërë, ka aq shumë punë sa që të gjithë ata të cilët i dinë vërtet janë ankth për të pasur sa shpejt do të mund të shkojmë tutje. Do të keni edhe asamblenë në Taranë, asamblejën e komitetit ndërkombëtar të lojrave mesatare ku pas do të diskutohet. Sigurisht, do të thotë se cilën deri tash që është mbajtur, dhe jo vetëm në të lojrave, jo vetëm komitetin e lojrave mesatare, po edhe komitetin olimpik evropian duhet të raportohet, dhe të gjithka është temë diskutimi kjo sepse duhet të raportojmë për atë se ku kemi më rritë, natyrisht se si organizim është shumë i rëndësishëm për ICMG-n për të leju çfarë do dështimi, kështu që do të jemi në sit të holl, do të na shikojnë gjitha veprimet të cilat jemi duke i ndërmarrë tash për të pasë sa jemi serioz për ta qenë këtë punë deri në fund. Kryetar Durrën Zemrën e kisha përgatitur do pyetje kështu më personale me bo pak më mohabet, po kjo për shkak të kohës unë e lash unë që më shumë problematiket e basketbollit, sepse kemi dëshirë që ta shohim basketbollin përpara. Unë të falenderoj shumë për kaq i hapur që ishte për të përgjigjur në pyetjet e mia, edhe shumë falenderoj për kohën që ndajtë mbarën Sportcast, do të besoj do ta kemi rastin diskutojmë edhe hera tjetër. Faleminderit Albert, gjithmonë kënaqësi bashkë biseduar me ty edhe për shikuesit tuaj. Ishte nderuar të Sportcastit, shumë faleminderit që ishin me ne në këtë intervistë, ne shihemi në emisionet tona të radhës. Faleminderit për vëmendjen.